Radio Maria e Kosovës në bashkëpunim me famullinë e Gjakovës fton të gjithë besimtarët në ripërtritjen shpirtërore për Krezhm, që do të mbahet nga 10 deri më 12 prill 2025 në kishën Shën Pjetri e Pali në Gjakovë. Ky seminar do të udhëhiqet nga Pater Ivo Pavić, franceskan dhe misionar i njohur për karizmen e tij në shërbimin shpirtëror dhe lutjen për shërim. Përkthimi në shqip do të bëhet nga Dom Shtjefe Ndodës. 3 ditë të përqendruara në lutje, meditim dhe mesh të shenjtë, një kohë për ta çuar shpirtin përpara Zotit, për ta dëgjuar fjalën e Tij dhe për ta pranuar hirin e bekimit personal. Programi i detajuar të njëjtën dhe të premten më 10 dhe 11 prill nga ora 17 fillon me Ruzaren e Shenjtë, një lutje që na bashkon në ndërmjetësimin e Zojës së bekuar. Meditimi. Pas Ruzares do të zhvillohet një kohë reflektimi mbi fjalën e Zotit, për të thelluar kuptimin ton shpirtëror dhe për çuar përpara udhtimin ton në fe. Të premten, në vend të meditimit, do të jetë përshpirtëria e udhës së kryqit. Mesha e shenjtë, mesha për çdo ditë do të jetë kulmi i lutjes, për t'u bashkuar me Krishtin në Eukaristi, kungimin e shenjtë. Bekimi individual me vajimin e shenjtë. Pas meshës, secili besimtar do të ketë mundësinë të marrë një bekim personal për të përforcuar praninë dhe hirin e Zotit në jetën e tij. Të shtunën më 9 prill, dita përmbyllëse e ripërtritjes. Ora 9, programi së shtunës fillon çherët në mëngjes dhe përfshin të njëjtën përmbajtje si 2 ditët e mëparshme, Rozaren e Shenjtë, meditimin, meshën e shenjtë dhe bekimin individual me vajimin e shenjtë. Ky është një rast i bekuar për gjithë ata që dëshirojnë përforcojnë besimin, të prekën nga dashuria e Zotit dhe të hyjnë me shpirt të gatshëm në misterin e Pashkëve ngjalljes. Radio Maria e Kosovës do t'i transmetoj drejt për drejt të gjitha momentet kryesore të seminarit, për të përfshirë edhe ata që nuk mund të jenë fizikisht të pranishëm. E të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, na ndiqni në faqen zyrtare në internet radiomariakosove.org dhe në aplikacionin Radio Maria Play, falas për të gjithë. Gjithashtu mund të na ndiqni nëpërmjet valeve FM 105.2 MHz për rrafshin e Dugaxhinit, si dhe 107.4 MHz për rajonin e Prishtinës. Mund të na ndiqni edhe me pamje nëpërmjet faqes sonë zyrtare në Facebook dhe YouTube, Radio Maria Viz Kosovë. Ejani, dëgjoni, lutuni dhe le të na rinovoj Zoti zemrën përmes fuqisë së shpirtit të shenjtë. Nga e ejtja 10 prill deri të shtunën më 12 prill 2025, çdo ditë në ora 17, të shtunën që nga ora 9. Vetëm në Radio Marinë e Kosovës, një zëj krishter në shtëpinë tënde.